duke pas parasysh gjitha shërbimet që ky ekosistem na jep, dhe duke marrë parasysh që me aeroportin ne faktikisht do ta shkatrojmë të gjithën. Zona e mbrojtur është ke 19.000 hektar, siç thatë, madje tash është pak më ulët për modifikime që janë bërë, po e gjithë delta e Vjosës, sepse laguna e Nartës është delta e lumit Vjos. Pra, është pjesa ku derdhet lumi Vjos, sjellë inertet, të cilat me përplasjen që kanë me detin, dallgët e nxjerrin në breg dhe krijojnë lagunën. Të krijojnë deltën të tërën. Delta është ke 23.000 hektar. Me aeroportin ne do ta humbim të gjithën këtë. Pse? Sepse aeroporti nuk vjen i vetëm. Aeroporti vjen me fluturime që kanë ndotjen e para, pra nëse do krahasojmë si mund të ketë qenë Rinasi më përpara, produktet që kanë qenë aty dhe çfarë ka ndodhur. Unë kam bërë biseda me banorët lokal që thonë se produktet aty nuk janë më të shëndetshme o duhet të shpenzojnë shumë për pesticide për tjera, sepse natyra nuk e bën funksionin e vet, ka më shumë ndotje dhe të gjitha. Duke marrë parasysh që duhen shërbime të tjera si energjia, uji që duhet cilën rrugët. Pa arritur aty, pra vendi do ndriçohet komplet. Do ketë rrugë që zjerohen, rrugët vinë me makina, me autobusa, prezencë të shtuar të gjithë mjeteve automobilistike, të njerëzve më shumë, kjo do kërkoj më shumë shërbime për rreth dhe ne do ta kafshojmë atë zonë. Pra parashikon një zgjerim më të madh se sa ky aktuali. Dhe është publikuar, nuk është, pra që në fillim kur dolën planet, aty shikoj që kishte një urbanizim të gjithë zonës. Dhe nga ana tjetër prezantoi sikur ishte vetëm aeroporti. Tani planet do zgjeroj se do ndërtohen edhe hotele. Pikërisht, dhe hotelet. Do zgjerohet. Hotelet janë hotele, janë 10.000 dhoma thuhet për një nga projekte që është projekti i Xharet Kushner, po ndërkohë janë dhe shumë të tjerë. 10.000 dhoma, çfarë do të thënë? Do të thënë 30.000 njerëz. Në censusin e fundit Divjaka vetë doli me 24.000 banor. Pra, do të ndërtohet një qytet i ri brenda një zone të egër, cila është le të themi delta e fundit që është natyrale në Europë, që do shkatrohet për një aeroport që mund bëjë kudo.